Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dita e djeshme është një ditë ku në fakt ndodhen ca lajme. Lajme të cilat më vjen shumë keq, do me thënë kanë çoroditur krejtësisht audiencën dhe audienca është në pikpyetje se në të vërtetë çfarë po ndodh me Selin. Ju e dini shumë bukur që Selina në Instagramin e saj, por dhe Gimbo, ka postuar një fotografi me kunatat, me Vjerën edhe me Gimbon. Do me thënë duke treguar që çifti ka vendosur që pas të gjitha angazhimeve, pas të gjitha lodhjeve, pas të gjitha planeve për të ardhmen që në kupton për shtatorin, të ndajnë në një vikend me familjen, të gjejnë atë qetësinë, atë paqen, atë pozitivitetin, por edhe motrat në këtë rast të Gimbos ta shijojnë pak nusen e vllajt, nusen e re, siç i thon tradita, kunatën e re. Dhe pikërisht Selin ka ndarë këtë fotografinë me shumë dashuri në rrjetet sociale, ku është një foto shumë e bukur që në fakt ne kemi ndarë këtë foton. Por te kjo fotografia ka rënë diçka në sy. Dora e Selin në bark, do me thënë kështu, duke mbajtur dorën Selin, dhe menjëherë ka nisur hamencimet për një shtatzani të mundshme, duke ardhur te publiku që Selin mund të jetë shtatzën. Tani, duke analizuar mirë foton dhe duke e parë mirë foton, sepse në fillim kur e pash edhe unë thash fillova të dyshoj, por duke e parë mirë foton, duke hedhur syrin tamam, unë e pash që në foton origjinale Selin nuk e ka dorën në bark, por e ka dorën krejtësisht anash, do me thënë, nuk e prekën fare barkun me asnjë dorë. Nën kupton që fotografia është sajuar me inteligjencën artificiale vetëm e vetëm për të krijuar një lajm të rrejshëm, që realisht unë dua t'i dënoj këto lajme të rrejshme. Njëherë për të gjithë audiencën, Selin nuk është shtatzën, edhe po të ishte shtatzën, nuk ka asnjë gjë të keqe se në fund të ditës është me burrin e saj, ato tashmë e kanë zyrtarizuar këtë marrëdhënie, kanë hyrje dhe dalje familjare, duke qartazi që Selinën familja e do shumë, Gimbon familja e do shumë, do me thënë kanë gjetur atë lidhjen të bukur, atë energjinë pozitive, atë ngrohtësinë shpirtërore dhe po e shijojnë pafund këtë lidhje dashurie. Por që ka një diçka, ka një histori, kjo është e tëra, do me thënë një gënjeshtër që realisht mundohen vetëm e vetëm të krijojnë lajme të reme. Fotografia është e sajuar me inteligjencën artificiale dhe kisha apeluar që të mos të bini pre dhe të mos të besoni një fotografi të tillë që në të vërtetë nuk ka të bëjë fare me një shtatzani të mundshme. Selina dhe Gimbo njëherë janë duke u marrë me projekte, janë duke bërë plane për të ardhmen, nuk kanë një plan për martesën këtë vit, thjesht duan ta shijojnë marrëdhënien dhe dashurinë e tyre, me patjetër që bashkëjetojnë, por nuk ka një moment që Selina ka dalë dhe ka treguar që është shtatzën, por fotografia është e inskenuar.